Përziej panxarin me mjaltë dhe nuk do të kesh më nevojë të shkosh kurrë në spital. Ky pije është aq e fuqishme sa që vetëm një gotë ndihmon për të detoksifikuar trupin, pastruar mëlçin, forcuar imunitetin, rritur energjinë dhe vitalitetin, si dhe përmirësuar shëndetin e zorëve. Ja si ta përgatisni. Së pari, do t'ju duhet një panxar. Priteni atë në copa. Pastaj merrni një copë xhenxhefili dhe prijeni ashtu siç tregohet në demonstrim. Në fund, shtrydhni lëngun e 2 limonëve dhe lëreni mënjan. Vendosni të gjithë përbërësit në blender së bashku me lëngun e limonit dhe një gotë ujë. Përziejini për disa minuta dhe më pas kullojeni përzierjen. Si ta merrni? Pini një gotë nga kjo recetë çdo ditë për 2 javë. Mund të shtoni një lugë çaji mjaltë për ta ëmbëlsuar. Pas këtyre 2 javëve, trupi juaj do të jetë plotësisht i detoksifikuar, mëlçia juaj do të ndihet si e re, do të përjetoni qartësi më të madhe mendore, energji të bollshme dhe shëndeti i zorëve tuaja do të jetë shumë më i mirë.